jemi duke përcjell të gjithë itinerarin, ku ajo çfarë vjet re është se të gjitha lokalet në këtë rrugicë janë të mbyllura, pra nuk kemi të njëjtin pamje siç na paraqesin qytetarët teksa ndjekin ndeshje të ndryshme kur luan kombëtarja, por jo vetëm, por ajo çfarë vjet re në fakt Erla, ne do të përshkruajmë disa nga rrugët e kryeqytetit për treguar të gjithë ato çfarë është duke ndodhur në këto momente, teksa ora shënon 2:02 e natës dhe për treguar në fakt ajo çfarë vjet re gjatë mesnatës së sotme është se ka lëvizje të automjeteve në kryeqytet, por sa i përket qytetarëve, ata të cilët kanë interes për të ndjekur edhe rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, duket se kanë zgjedhur banesat e tyre pasi gjatë zonave të cilat kemi përshkruar edhe pak më herët gjatë mbrëmjes së sotme, por edhe në këto momente jemi duke shkuar në drejtim të stadiumit për të kuptuar më shumë se si është një anë tjetër e kryeqytetit, por siç e theksova duket se të gjitha lokalet tashmë janë të mbyllura, nuk është se ka një interes nga qytetarët paktën për ta ndjekur nga lokalet e ndryshme të kryeqytetit, ndoshta ata kanë zgjedhur ta shikojnë dhe të presin rezultatet nga banesat e tyre, por kjo mbetet për të parë edhe në vijim gjatë ditës së nesërme, ku do të kemi edhe një numër të kutive të cilat do të hapen për të kuptuar se si do të shkojnë edhe këto zgjedhje të cilat gjatë ditës së sotme në fakt kryeqyteti nuk ka pasur incidente lidhur me problematika që zakonisht të ndodhin në periudhë zgjedhjesh, por të vetmet problematikë kemi pasur arrestimin e disa personave të cilët kanë fotografuar votën dhe mes tyre ka pasur edhe nga ata të cilët më pas e kanë bërë publike në rrjetet sociale. Jemi duke hyrë në drejtim të pikërisht të sheshit Nën Tereza për të transmetuar të kryeministrisë për të treguar gjithashtu edhe lëvizjet ku në fakt ajo çfarë vjet re në këtë moment është se në sheshin Nën Tereza nuk ka asnjë lëvizje të automjeteve, por nga ana tjetër nuk vjet re asnjë qytetar i cili është duke lëvizur. Kemi vetëm disa makina të parkuara ku ndodh si çdo mbrëmje në këtë zonë të kryeqytetit, të cilët vijojnë të qëndrojnë në shoqërinë e miqve të tyre. Do doja të zhvendoseshim në një zonë tjetër të Tiranës, jemi duke përcjell në këtë momente pamje të drejtë për drejta për treguar se si po i presin dhe si po i ndjekin qytetarët shqiptar, të cilët një ditë më parë kanë ushtruar edhe të drejtën e tyre, ato të votës, ku tashmë na duhet ndoshta ende kohë për të dhënë edhe rezultatet të cilat do të vijojë edhe procesi i numërimit, ku në fakt në kryeqytet ka ende disa nga qendrat e votimit të cilët ende nuk kanë vijuar, vetëm pak më parë ishim në shkollën 1 Maj, ku në fakt ka pasur mungesë të komisionerëve nga ana e Partisë Demokratike dhe ky ka qenë edhe shkaku për të cilën në fakt nuk ka nisur ky proces. Jemi duke u drejtuar në drejtim të bllokut, një nga zonat më të zhurmshme, nëse mund ta cilësojmë kështu Erla, apo zonat më të frekuentuara nga të rinjt, por do mbetet për të parë vetëm pas pak, për të kuptuar a vijon të jetë të tillë apo a kemi njerëz të cilët duke ndjekur vota, do jenë duke pirë për qefin e tyre, nëse do ketë lëvizje. Kam përshtypjen është zona që më menefregiste në Tiranë. Një verifikim paraprakisht. Ne po i ndjekim si polici këmba këmbës, çfarë po bëjnë qytetarët e Tiranës. Jemi duke parë se si është zona e bllokut paktën deri në këtë momente, ku në fakt ndryshe nga ditët e tjera nuk ka as lëvizje të numrit të automjeteve, duket se edhe në këtë zonë ka një qetësi dhe as nga ana e komisorëve qytetarëve, por nga ana tjetër as automjetet janë në një numër ndoshta edhe më të vogël se zona që përshkuam pak më parë, Erla. Duket se jeta natës ka pushuar ditën e diel, se bëhen gati për punë nesër. Është ora 2:10 e natës. Jemi për të nisur ditën e hënë, por jemi edhe duke zbatuar rregullat e policisë sa i përket ambienteve ku ka muzikë apo lokale, sepse lejohet zhurma. Pavarësisht se është një nga zonat më të frekuentuara nga të rinjt, paktën edhe policia është gjithnjë mbikëqyrëse në këtë zonë për të bërë dhe për të pasur nën kontroll çdo gjë.